Plotësisht jam I pafajshëm. Mirë, shkrujës. Plotësisht e konsideroj veten pafajshëm. Po, fillimisht do ta pyesim të akuzuarin Bedri Shabanin. Bedri, a ki lexuar këtë akuzën? Po, I nderuar zhgas e ku lexuar këtë akuzë. A ki nevojë për ndonjë shërim? Jo, nuk ka për shërim dhe deklaroj plotësisht të pafajshëm. Njerë kena me pyet për pastaj për fajsin. Njerë është rregull me pyet a keni kuptuar këtë akuzën, pastaj në rregull. Ja akuzuar Bedri Shabanin, deklaratë e ka aktuar këtë akuzën dhe veprën penale për cilën akuzohet. Muni mund. Po, faleminderit. Pyetja e njëjtë është edhe për ju I akuzuar Marrën Qelimi. E ke kuptuar të akuzën, nuk I nevojë për një shërim shtresë, në rregull. Ulem. Atëherë shkurtimisht gjykata I njofton para se më deklaru për fajsin se mundem me pranu fajsin, nuk keni të obliguar me pranu fajsin. Pranimi I fajsisë sipas ligjit është rrethon lehtësuese që gjykata mund të merr parasysh me rastin e matjes së dënimit. Megjithatë, kjo nuk nënkuptohet se ju duhet ta pranoni fajsin. Sipas ligjit, nëse pranoni fajsin duhet të kuptuar që çështja penale kryhet më shpejt, nuk do të shkojnë në shqyrtim gjyqësor, nuk do të administrojnë prova dhe si rrjedhohet gjendja faktike, pra ajo që shkruhet në këtë akuzë merret si e vërtetuar. Nëse pranoni fajsin, keni drejt me bo anketë vetë sa I përket lartësisë së dënimit, por jo dhe faktit më se ai një fajtor apo jo. Dhe e thash edhe një herë, pranimi I fajsisë sipas ligjit është rrethon lehtësuese që gjykata mund ta merr parasysh me rastin e matjes së dënimit. Nëse I keni kuptuar edhe këto, atëherë iftojmë individualisht që të deklarojnë sa I përket pranimit ose jo të fajsisë për çështje penale. Po, Bedri, fjala është e juaj. I nderuar gjykas, plotësisht jam I pafajshëm. Mirë, shkrujës. Plotësisht e konsideroj veten pafajshëm. Faleminderit shumë. Po, për të akuzuarin tjetër Marrën Qelimi, ju ngarkojnë 2 vepra penale. A e pranojnë fajsinë, nuk e pranojnë? Nuk e pranoj fajsinë për veprën penale spionazhe. Nuk e pranoj fajsinë për veprën penale spionazhe. E pranoj fajsinë. Ndërsa për veprën penale? Armbajtjes paleje, pra. Mbajtjes konsigne. E pranon fajsinë? Po. Faleminderit shumë.